Pranë zyrave të postës që ndodhen ngjitur me Bashkinë e Fierit janë shënuar raste të gjata të qytetarëve që presin për të marrë pensionet e invaliditetit, të njohura ndryshe si kempe. Shumë prej tyre kanë raportuar vonesa të theksuara në marrjen e shërbimit, duke shprehur pakënaqësinë dhe shqetësimin përmes kamerës on. Qytetarë të shumtë që ndronin jashtë ambienteve të postës duke shprehur hapur shqetësimet për zvarritjen dhe mungesën e informacionit nga punonjësit për shumë përfitues të kempeve. Kjo situatë përsëritet çdo muaj duke sjellë vështirësi të mëdha ekonomike, veçanërisht për ata që varen nga këto pagesa për mbijetesë. Përveç vonesave, disa qytetarë kanë raportuar se kanë përfituar një shumë më të ulët të kempit, duke theksuar pengesat burokratike që vijnë nga ndryshimet ligjore ose kërkesat shtesë të bashkisë. Ky problem ka prekur kryesisht individ që lidhen me ligjin për tokën, të cilët ndihen të dëmtuar nga ndryshimet e fundit. Shpëndalim me shokonis. Ka një Slovati të jashtëzakonshme, po tallin e popullit. Ju lutem shumë, ju ndikoni si mirë. Na ndihmoni se jemi qytetarë. Miru që janë vesh popullare, po vjen edhe një që s'është vesh popullare. Edhe nuk dihet fare kush është. Është popull. Dakor? Ju lutem shumë për cilët mesazh. Drejtoria të Marmasa. Kjo se ka shtet, kjo se s'ka shtet, kur mos pa shtet. Dakor, ne ishim dhe muajin e kaluar dhe muajin e kaluar pati vonesa 10 ditë domethënë. Nuk e di unë po sa herë ka vajt kështu është. Kjo është situata. Ka para, s'ka para. Para duhet vinë orë 10, duhet vinë më shpejt. Tu njerëzit duhet jenë në radhë. Se mi gati konfrontohemi me policë, me kanjonë policë nga këta këtu. Ta palaqë. Jam te mas e garbuar. Jam kem. Po? Atë të jetën e kemit nuk më ma japën. A vetëm lekë të kemit. Atë nuk më ma japën. Ajo bashkia me sa më ke tokën, të takon. Nuk e tjesa që më vetë, 116 vjetë ma. Atë të jetën nuk e ma. Dhe s'po merr lekë të kempit? Po lekë të kemi ma, po atë të jetën nuk e ma. Nuk e merr shtesën? Po. Pse se dhon ke tokë? Po, ke tokë. Sa ajo ma jetaj bashkës, ke tokë sa ajo. Që të e majnë të jetën e kemit, mua nuk po ma japë. Për 10.000 lekë të vjetra apo të reja? Të reja, të jetën e kemit, 10.000 lekë. 30? Po. 30, po, nuk e japin shtesën? Jo, nuk e japë. Po, sa merr ti të kempit? Ma 116 vjetë. Situata është tensionuar edhe për shkak të presionit nga ana e rojeve të postës dhe personave të tjerë të pranishëm në ambientet e shërbimit. Në disa raste, gazetarët nuk lejohen të filmojnë brenda, duke vështirësuar raportimin transparent. Për të siguruar informacione të sakta për qytetarët, ndërhyrja e drejtorit të postës u bë domosdoshme, duke konfirmuar zyrtarisht se shpërndarja e kempeve do të vijojë normalisht. Ndërkohë që qytetarët vazhdojnë të përballen me pritje të zgjatura dhe probleme burokratike, mbetet e nevojshme që autoritetet lokale dhe institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë për të garantuar një shërbim efikas dhe më dinjitoz për të gjithë përfituesit e kempeve në qytetin e Fierit. Vetëm përmes bashkëpunimit dhe përgjegjësisë institucionale mund të arrihet zgjidhja e këtyre problematikave të përditshme.